Marsi është muaj i bekuar. Ky muaj ka festa plot. 5 marsi, ditë me rëndësi për këtë shqiptari. Sakrificë gjallë familja Jashari, duke ju prirë adem legjendari, ku asnjëherë nuk u dorëzuan, derisa triumfuan. Kjo traditë duhet të vazhdoj gjithmonë në mbrojtjet e vendit tonë. Kësaj toke i kontribuan edhe shumë simdhënës, e që besa punuan edhe hiq pa para. Shtëpit u shndërruan në shkolla, vetëm që ky popull të mos ngelet analfabet. E sot, ne mësojmë në shkollat mira, në shkollat bukura, pa frikë, pa terror, pa dhunë, e kjo është falë Zotit, falë dëshmorëve tanë që dhanë jetën për këtë lirie, për këtë vatan. Marsi ka data me rëndësi, 5 marsi për prekazin lavdi, 7 marsi për mësuesin krenari, dhe 8 marsi për nënën dashuri. Do të doja të ndalësha pak të kjo e fundit. Festa me ëmbël e jetës sonë. 8 marsi, festë për njeriun që dhuron jetë pa interes. Nëna është ajo, e cila ti e busqeshje, kulture, edukat. Mirë po emrin në nuk e shpërblen as një lëvdat. Lëvdat për nënën është dashuria dhe respekti që duhet i dhurojmë, e çdo ditë ta lumturojmë. Marsi ka data me rëndësi, andaj asnjërin mos e harroni o miqtë e mi. Këto fjalë buruan nga një zemër shqiptari që ka traditë i ruaj datat, të ruajmë historinë, të ruajmë vëllëzërinë. Urime këto festa madhështore, festofshi me dashuri e lumturi, e asnjëherë mos paqi ditë në zi, por vetëm bardh, o popull im margaritar.